Zotëri do shtosh minutat e përgjigjes në IT. Gjatë periudhës 1998-1999, forcat barbare serbe kryen në Kosovë rreth 100 masakra, të evidentuara ndaj popullsisë së pambrojtur të saj. Kështu u vranë rreth 1400 fëmijë dhe po citoj, Likoshan me 28 shkurt, Gjermeni mars 1998, 24 viktima civile. Në Qirez, 28 shkurt, 1 mars 98, 24 viktima civile. Prekaz, 5 dhe në 7 mars 1998, 59 viktima civile, 55 të familjes Jashari. Lybineq, masakre e parë, 25 maj 1998, 10 viktima civile. Fortes, 18 korrik 98, 12 viktima civile. Rans, shtimje, 26 gusht 98, 11 viktima civile. Kleçk, 27 gusht 98, 8 të vrarë dhe mbi 30 të plagosur, viktima civile. Shale Bajgorës, 17 shtator, 12 viktima civile. Qyqavic, 22 dhe 24 shtator 98, 24 viktima civile. 6 të mbytur me çekan në kokë. Gulboc, Malishev, 26 shtator, 1998, 14 viktima civile, 6 të mbytur me çekiç në kokë. Abri e Epërme, 26 shtator, 98, 24 viktima civile të familjes Deliaj. Lubeniq, masakre e dytë, 1 dhe 7 prill 99, 100 viktima civile, prej tyre edhe gra 7 zana dhe fëmijë nga mosha 2 vjeçare. Raçak, 15 janar 99, 43 viktima civile. Ure Rakovinës, 24 janar 99, 4 viktima civile. Leshani Suareks, 2 mars 99, 29 viktima civile. Reznik Vushtri, 6 mars 99, 9 viktima civile. Udogjen, Mitrovic, 13 mars 99, 6 viktima civile. Tërnav, Podujev, 20 mars 99, 4 të vrarë dhe 11 të plagosur viktima civile. Skënderaj, 20 mars 1999, 29 viktima civile. Kotlin, Kaçanik, 24 mars 99, 26 viktima civile. Podujev, 24, 25, 99, 36 viktima civile. Celin, 25 mars 99, 82 viktima civile. Fortes, 25 mars 99, 26 viktima civile. Goden, 25 mars 99, 28 viktima civile. Randobrav, 25 mars 99,